Sara Hoxha dhe Erik Fullani fotografohen së bashku në pushime. Ndezin akoma më shumë aludimet për lidhje. Një fotografi e cila po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe mediave roz. Sara Hoxha dhe Erik Fullani janë parë së bashku gjatë pushimeve, në një ambient që duket të jetë Bregdeti shqiptar. Edhe pse asnjëri prej tyre nuk ka bërë ndonjë postim të përbashkët, ndjekësit kanë vënë re edhe ditë më parë se lokacionet e fotove të publikuara individualisht përkojnë në kohë dhe vend. Lajmi ka ndezur menjëherë rrjetin, ku komente dhe spekulimet për një lidhje të mundshme me Sarës dhe Erikut janë të shumta. Një çift i ri vepë, shkruajnë fansat, ndërsa të tjerë pyesin nëse bëhet fjalë për një marrëdhënie romantike apo thjesht për miqësi të afërt. Për momentin, as Sara dhe as Eriku nuk kanë reaguar për këtë vëmendje mediatike, duke zgjedhur të ruajnë qetësinë përballë spekulimeve. A është kjo një romancë e re në showbizin shqiptar? Apo thjesht një takim miqësor gjatë pushimeve? Kjo mbetet për tu parë. Deri atëherë, rrjetet sociale vazhdojnë të gumëzhin. Kjo vjen disa vite pas ndarjes së bukuroshes nga reperi Ledri Vula, me të cilin ka një vajzë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.